Pari një mirënjohje të pakufishme për të gjithë ju që sot këtë ditë shiu, këtë ditë jo të lehtë latë çdo gjë dhe si elitë e vërtet e guximit të kombit dolet në shesh për të përballë me të keqen më të madhe të shqiptarëve, për të përballë me regjimin, narkoregjimin Edi Rams, Lubi Ballukut dhe lindave të tij. Sot regjimi dëshmoj ftyrën e tij, përsëri ftyrën e tij të vërtet. Bllokoi marshimin paqësor ton. Bllokoi marshimin ton paqësor. E garantoj se do ketë të gjithë përgjegjësitë që meriton. Miq, nuk ka polici në botë që mund një popull kryegritës ta harrojnë kur. Dhe ne jemi në këtë betejë me moton e hershme të shqiptarëve. Ja të vdesim, ja të rrojmë për liri. Asgjë në botë s'do mund ta imponojë ne të pranojmë pushtetin e hajdutëve dhe kriminalëve si Edi Rama, të pranojmë pushtetin e një lubie të vërtet të shqiptarëve, hajdut që me vjedhjen e pasurive, vjedhjen e fondeve, mjerojnë qindra mijëra shqiptarë, largojnë nga vendi qindra mijëra të tjerë. Ndaj dhe beteja jonë është betejë për çdo qytetar shqiptar. Beteja jonë është betejë për dinjitetin çdo shqiptari. Beteja jonë është betejë për të ardhmen e Shqipërisë. Beteja jonë është betejë, është kryegritje kundër regjimit më të keq, kundër mafjes më të rrezikshme që Shqipëria ka njohur në tërë historinë e saj. Asgjë nuk do mund të na mposhtë ne pa nisur në burg Lubi Ballukun, atje ku e ka vendin kjo hajdute pa ftyrë, që si të përftyrë ka vjedhjen dhe cinizmin, pa larguar nga pushteti dhe dërguar para ligjit, kriminalin Edi Rama, që i ka dhënë pushtetit të sotshëm, moralin e etërve të tij xhelat. Por ne jemi në këmbë dhe njëherë kam një mirënjohje të pakufishme. Asgjë s'u dekurajoj ju sot. As terrori i policisë i radhës kaluar, as moti, as dhe propaganda e turpshme e mafjes mediatike që këndon, që mban 24 orë mbi 24 orë, ison e propagandës Edi Rams, vetëm e vetëm se si mumuth, si shushunja, pin gjakun, paguhet me para tuaja për t'u mashtruar ju. Jo, kjo kohë do marrë fund. Ja pse jemi ne në këmbë dhe në mënyrë absolute asgjë s'na mposhtë. Edi Rama, di e mirë se të ardhmen nuk ke. Fundi yt është i pashmangshëm. Lubi Balluku
lindat e shpifura të Akshit dhe Surrelit në burg të Nubia do shkoni për vjedhjet që keni bërë. Pa asnjë diskutim. Sot Edi Rama nxori nga arresti shtëpisë njëri nga krerët e organizatës kriminale të Akshit, Mirlindën, e nxori sepse ajo e kërcënoi, ajo i çoi ultimatum, ose më nxirr, ose këtu tek unë do vi linda jote. Ndaj dhe ne jemi shqiptarë që spajtohemi kur me këta hora. Ne jemi shqiptarë që spajtohemi kur me këta vjedhës, me këta hajdut. Ne spajtohemi me këta kriminel. Edhe njëherë, ja vdekja liri, ne do fitojmë. Beteja vazhdon, edhe me të pamposhtur, edhe me të fuqishëm, edhe me të vendosur, se kur më parë, edhe njerë mirënjohjet pa kufishme, guximtarët e kombit, elite e guximit kombit, shpetimtarët e ti, faleminderit, fitore, fitore, fitore. Në Kurt nga Skënderita, duke qenë se nuk lejoi po themi të shkoni as deri tek Ministria e Brendshme. Në qoftë se do ndjeshim me Kurt, ne i kishim rrugët e tjera të hapura. A i mendoj atë, po jo, ne shkum drejt aty. Jo pra, në qoftë se a i mendoj se na bëri Kurt, gaboj. Ne dim që a i kish bëku rrugën. E dinim shumë mirë. E kishim marrë vesh në kohë dhe për para. Prandaj as një kurth, se për punë azi, ne kishim disa rrugë tjera ku mund shkonim, por ne shkon vetë drejt rrethimit. Aty do shkojmë. Dhe e siguroj se do marrë përgjigjen e merituar. Në absolute. Mos harroni, ne kemi një strategji paqësore, si që shikoni ju. Por strategjia jonë është strategjia të pamposhturve. E njerëzve të pamposhtur. Njerëzve të cilët do të qëndrojnë në interesat më jetike të qytetarëve shqiptarë. Po? Kemi një datë për protestën e radhës? Para po pas së treshit. Urdhë? Para po pas zgjedhjeve brenda Partisë Demokratike. Nuk e bërë një pyetje. Qëndron pyetja jote. Qëndron. Do ta shohim. Kjo nuk kam një përgjigje sot. Nuk kam një përgjigje, por protesta do të jetë e fuqishme. Tani, do më thënë, edhe në qofë se bëhet para, nuk ka asnjë lidhje. Çdo proteste jona ka lidhje me një regjim anti-shqiptar, armik të qytetarëve shqiptar, absolutisht. Dhe sot për sot, këta njerëz, këta 10 mijëra njerëz që mbushin sheshin në çdo kohë, këta janë heroj të vërtet. Këta protestojnë në emër të miliona shqiptarëve. Dhe koha do provoj se çfarë misionarësh të rëndësishëm, çfarë misionarësh të vërtet ishin këta burra dhe gra, djem dhe vajza që qëndruan pa poshtur nga protesta në protest, nga kryegritja në kryegritje. Faleminderit që jam ndoq dhe ju përshtes. Dhe njëherë, në qoftë se unë kam probleme direkt të pamohueshme të pronarët tuaj, unë kam respektin më të madh për ju, ta dini këtë, mos i ngatroni gjëra. Jo, absolutisht. Po ata kanë punë me mua dhe unë kam punë me ta. Po, miru pafshim. Po, Klajdi Boldli, pas përfundimit të fjalës së zotit Berisha, sigurisht pasi të bëheni gati teknikisht, Klajdi, sepse ka rreshje të dendura shiu në këto momente, dhe sigurisht kjo e vështirëson raportimin, po tek e fundit a nuk ka qenë i vështirë regjit transmetimin sotëm për ju dhe mbulim